a është përhapur Islami me forcë dhe dhunë? Islami nuk përhapet me forcë edhe me dhunë fizike, materiale. Pse? Sepse i mjafton fuqia dhe forca intelektuale. Kurani si libër kryesor i Islamit e thret njerëzimin në logjikim, e thret njerëzimin në meditim, e thret njerëzimin në përdorim maksimal të kësaj dhuntie që ka dhënë Zoti, ajo është mendja. Andaj ky Islam që i dedikohet mendjes së njeriu dhe zemrës së tij, asaj që quhet ratio dhe asaj që quhet emocion, nuk ka nevojë me përdor dhunë për të imponuar besimin e vet tek njerëzit. Kjo është sa i përket aspektit teorik, edhe versetet kuranore flasin shumë qartë. Thuaj erdhi e vërteta nga Zoti juaj. Kushdo le të beson dhe kushdo le të mohon. Kjo është parimi kryesor i Islamit, i cili neve na bind dhe na tregon se nuk ka dhunë në fe, edhe kjo është gjithashtu verset kuranor. La ikraha fi din. Nuk lejohet imponimi i fesë sipas rregullave të fesë. Po argumentet historike janë edhe më të shumta që tregojnë se atje ku qenë Islami, po të ishte imponu me dhunë, atëherë nuk do kishte asnjë fe tjetër përveç Islamit. Edhe rasti më konkret jemi na populli shqiptar. Sikur të ishte imponu Islami me dhunë te ne shqiptarët, atëherë nuk do ngelej asnjë shqiptar jo musliman. Nuk do keshim ne as ortodoks e as katolik, po madje as domethënë njerëz prej sekteve tjera krishtere apo domethënë të ndryshme. Kjo është argumenti më i madh që ne shqiptarët, megjithëse Islami ka ardhur në shekullin e 14, në mënyrë masive e kemi pranuar Islamin në shekullin e 17. 3 shekuj do të kanë kalu edhe muslimanët shqiptarët do thotë në grupe të vogla kanë pranuar Islamin. Sikur të kishte qenë me dhunë, atëherë që në shekullin e 14 do të dominonte Islami te populli shqiptar, edhe nuk do ngelej asnjë shqiptar jo musliman. Kjo është një prej argumenteve të rëndësishme historike. Argumenti tjetër është sikur të ishte imponu Islami me dhunë, nuk do ngeleshin kaq e kaq kishat në vende që kanë dominu Islami, jo vetëm si fe, po edhe si pushtet shekuj me radhë. Andaj këto kisha që janë tani goxhat mëdha me thellësi të madhe historike, kanë ngel fal mukti parimit se s'ka dhunë në përhapjen e Islamit. E kundërta ka ndodhur në vendet ku jetojnë muslimanët dhe pastaj ato vende janë sunduar prej muslimanëve. Na e kemi shembullin shumë të kthjellët Andaluzinë islame, Spanjën e sotit. Sot lexoja në mëngjes se në vitin 2025 një grup prej arkeologëve spanjoll e kanë nisë një projekt pasi që kanë bërë incizime me aparate të reja sofistikume moderne, kanë gjetë tërë një qytet nën tokë, nën ngërmadha. Dhe kanë vendosur që vitin 2026 të gërmojnë ato vende për t'i nxjerrë në shesh, për ta nxjerrë në shesh atë qytet me të gjitha rrugët e veta, me të gjitha shtëpijat e veta dhe gjithë atë civilizim dhe qytetim që kishte kur ishte në sundimin e Islamit. Do thotë aty ku ka qenë Islami, kur e kanë marrë jo muslimanët, jo vetëm që i kanë vrarë e i kanë dëbuar muslimanët, por edhe gjurmët e tyre i kanë tjetërsu, edhe i kanë mbulu madje me dhej që tani pas shumë shekujve do të janë zbulu edhe dëshirojnë t'i gërmojnë për t'ia treguar njerëzimit se çfarë civilizimi ka pas dhe ka mbretëruar në ato vende. Andaj këto janë argumente që tregojnë se Islami asnjëherë nuk ka nevojë të imponohet me dhunë. Edhe sot e kësaj dite, kur Islami është më i sulmuar në botë, kemi na me qindra, me mija, dhjetra mija dhe qindra mijë jo musliman që pranojnë Islamin. Sikur të ishte pranimi i Islamit me dhunë sot, nuk do duhet pranon Islamin asnjë musliman. Shembulli tjetër historik e kemi Indonezinë dhe Malezinë, ku të gjithë ata që janë popull shumë qindra milionësh nuk e kanë pranuar Islamin me deportimin e njësive ushtarake të muslimanëve, po thjesht nga komunikimi me tregtarët musliman. Dhe këto argumente fatkeqësisht sot injorohen, anashkalohen dhe trumpetohet vazhdimisht se Islami është përhap me dhunë, vetëm që të largohet, do thot, interesi i opinionit të gjerë nga studimi dhe leximi për Islamin. Kthehemi edhe në realitet. Sot, cilët agenda imponohen dhunshëm? Cilët ligje imponohen parlamenteve të shteteve të Ballkanit për shembull? A nuk është kjo dhunë sistematike e cila kushtohet me ndihmë ekonomike, edhe me lehtësime pastaj tjera politike dhe diplomatike? A nuk është kjo dhunë e sofistikuar e cila përdoret edhe një herë, po duam të thonë, parashoj pyetjen, forcat e cilave shtete udhëtojnë ka 5.000-10.000 kilometra shtetet huja dhe ato e imponojnë demokracinë me tanksat e tyre.
Mendoj se përgjigja është e qartë.